Detajet e reja po dalin në dritë rreth bombardimit në Sevastopol dhe vrasjes së 49 vjeçarit Robert Sajev, një ish oficer i marinës ukrainase i cili dezertoi në Rusi pas aneksimit të Krimes në vitin 2014. Në qendër të çështjes është 32 vjeçaria Margarita Reut, një shtetase ruse e cila sipas raportimeve u shfaq në faqet e internetit të eskortës me pagesë. Autoritetet ruse akuzojnë atë për kryerjen e sulmit me urdhër të shërbimeve të inteligjencës ukrainase. 32 vjeçaria u la në paraburgim për 2 muaj nga një gjykatë në Sevastopol, ndërsa Shërbimi Federal i Sigurisë së Rusisë, FSB, vazhdon hetimet për rastin dhe lidhjet e tij të mundshme. Reut u përball me akuza për terrorizëm. Sipas raporteve ruse, nëse ngrihen ndjekje penale shtesë dhe ajo dënohet për më shumë vepra penale, dënimi i saj i përgjithshëm mund të arrijë në 30 vite. Ndërkohë raportet e mediave ruse thonë se 32 vjeçaria nuk shprehu keqardhje gjatë marrjes në pyetje nga FSB-ja për vdekjen e Sajev. Ndërkohë media ruse Mash pretendon se Reut planifikoi të largohej nga Rusia pas sulmit. Thuhet se ajo madje ka bler një bilet nga Sochi për të ikur jashtë vendit. Autoritetet ruse po hetojnë se kur dhe si 32 vjeçaria dyshohet se është rekrutuar nga shërbimet e inteligjencës ukrainase, si dhe nëse ajo ka pasur bashkëpunëtor në përgatitjen dhe ekzekutimin e sulmit. Margarita Reut lindi në Rajoslav dhe sipas raportimeve, më parë kishte drejtuar një agjenci udhëtimesh e cila nuk arriti të mbijetonte si biznes. Më vonë thuhet se ajo punoi si biologe dhe emri dhe fotot e saj u shfaqën më pas sipas të njëjtit informacion në faqet e internetit të shoqërimit me pagesë. Thuhet gjithashtu se 32 vjeçaria ka folur vazhdimisht kundër luftës në Ukrainë dhe ka deklaruar se turpëroi që ishte ruse. Vitin e kaluar gjatë një udhëtimi me tren në linjën Samara-Adler, thuhet se ai reagoi ndaj raportimeve për një sulm me dron ukrainas në një stacion treni, duke thënë fat të mbar rus. Viktima e atentatit me bombë ishte 49 vjeçari Robert Sajev. Sajev kishte shërbyer në marinën ukrainase dhe ishte komandant i Zaporizhzhia, në ndërtesë së vetme që Ukraina kishte në atë kohë. Në vitin 2014, pas pushtimit dhe aneksimit rus të Krimes, ai kaloi në anën ruse dhe më pas mori një pozicion të lartë në flotën e Detit të Zi. Kjo zgjedhje rezultoi në etiketimin si një tradhtar në Ukrainë. Sajev dyshohet gjithashtu se ishte i lidhur me një njësi të flotës ruse në Detin e Zi, që kreu sulme me raketa kalibër ndaj objektivave në Ukrainë. Sipas raporteve ukrainase, objektivat përfshinin infrastrukturën dhe zonat e banimit. Sipas asaj që është raportuar në lidhje me sulmin, pajisja shpërthyese ishte vendosur në një kosh plerash në një zonë banimi të Sevastopolit. Reut akuzohet për shpërthimin e bombës, ndërsa Robert Sajev po kalonte aty pranë. 49 vjeçari pësoi lëndime fatale nga shpërthimi dhe vdiq në vendngjarje.